face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway. Një zë shumë I pjekur për moshën ande. More, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did in my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've lived, I've left and cried, I had my fears, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Then he has not to say the words he truly feels, and not the word of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my No, not me, I did it my way. Wow. Bravo, wow. Po si quhesh Morxhan? Andi, Andi, nga vjen? nga Vlora. Vlonjac, wow. Prandaj kishe edhe këtë zërin, kështu deep. Na knaqe, shumë një zë I plot, që rrallë mund ta gjesh, je shumë I ri në fakt për të pasur këtë zë e ke natyral, një zë I mrekullueshëm me një timbër, siç e thash, shumë të veçantë, sepse e ke një e ke të natyrshme të lindur. Unë pa diskutim që u emocionova shumë, edhe është një këngë shumë e vështirë,
me nota të zgjatura, i kishe perfekt dhe unë do të them një po, pa tjetër. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Andi, sa vjeç je? 17. Mu duke këto notat e ulta i kishe pak më të vështira, por ma merr mendja se je duke kaluar në Jo, kisha thjesht pak emocione. normale. Ishte e mrekullueshme, nuk kam çka shtoj ma shumë se Ledina. Këngë shumë e vështirë, ishte shumë i mirë edhe nga unë padyshim një po. Faleminderit. Të bësh Sinatrën, aq më tepër një 17 vjeçar, janë dy rrugë. Ose je i çmendur, ose je shumë talent. Talent shpresoj. Ti antropologjikisht kështu në të parën i çmendur nuk dukesh. Naturaliteti i jotit i të shkuarit nga poshtë, Lart. një oktave dhe diçka më lart, unë nuk po them që më impresionoi, por duke pas parasysh gjithë fazën që një moshës tënde kalon, sidomos në Z, në atë pjekurin apo trashjen që ta ka bërë deti, mua sigurisht që më impresionove. Nuk e di pse të shoh që ti nga ajo skenë nuk është se do t'i ndahesh për një periudhë shumë gjatë jetës tënde, edhe nga muaji po. Faleminderit. Andi, unë do ta filloj me një vërejtje, se nuk të them do të po me një herë, e kam pak vështirë. Kur këndon, vërtet ti lëshon zërin që është dhuratë e Zotit, po në përgjithësi thuhet që këndon me gojë dhe flet me sy. Duhet të flasi syt kur këndon. Ta përjetosh atë që është, edhe pse një këngë të madhit Sinatra tjera, megjithatë, është një hap i parë i yti në këtë skenë, unë di të them se pas zjarreve të mëdha që ra në Vlorë, pas një bumi turistik, pas prishjes atyre gjërave pa leje, pas inaugurimit të aeroportit të Vlorës, ti je gjëja më e bukur që i ka ardhur Vlorës këto kohë. Faleminderit. Andi, bravo. Faleminderit. Suksese, Andi. Faleminderit. Jo, kishte zë. Natyral shumë të bukur. Zavlonjat më. A nuk të duk sikur pritej një 3 orë për gjykimet? Hë? Do të dukoj gjatë, më thënë, kur pret aty në skenë të dëgjosh jurin? Po, edhe një pa nga emocione, sikur nga ta lësohet koha. Sa të duk? Se po më duken 3 orë, po. Jo, urime, për të shakave. Kam përshtypjen dikush kur këndon mirë, e di që këndon mirë. Apo ti se di? Atëherë kam një lajm për ty, ti këndon shumë mirë. Dhe ja vleti ardha këtu sepse do kalosh fazën tjetër për të na përcjell të tjera emocione me tjera materiale muzikore. Kështu që bravo, sukses. Faleminderit.